Përshëndetje dashur miq të Antena Televizion, rikthehemi me emisionin Sinjal me mua Ermal Peçin për diskutuar në fakt mbi zhvillimet dhe ngjarjet më të fundit. Do të fokusohemi konkretisht mbi sulmet që Sali Berisha i ka bërë Irena Gjokës, mbi 5 mbiemrat e saj, mbi mënyrën se si pretendon nga opozita që Irena Gjoka ka fshehur një dënim apo një falsifikim që nuk e ka treguar të vizës. Në fakt, duket se tashmë Irena Gjoka ka një sulm të hapur që po i bëhet nga Partia Demokratike, por jo vetëm. Gjithashtu, edhe Ilir Meta ka pasur sulme ndaj Irena Gjokës. Por, siç e dim, Irena Gjoka në fakt ka pasur mbi supe një sër politikanësh të lartë, që nga Sali Berisha, Ilir Meta, Arben Ahmedaj, Fredi Beleri dhe një sër eksponentësh të lartë Partisë Socialiste, të cilët sot janë edhe pasekurave. Por në fakt, pse po sulmojt Irena Gjoka? Pse në këtë momente doli që ajo ka falsifikuar një vizë? Në anën tjetër, pse akuzohet për 5 mbiemra? Çfarë ndodh me Irena Gjokën? Në fakt, që nga skandali mbiemrave, po e them në thonjza skandal, që nga skandali vizës me mbiemrat, dhe çfarë ndodh me Irena Gjokën, në fakt dhe se si është pasqyruar apo kush është Irena Gjoka. Unë kam kënaqësinë të kem në studio avokatin e njohur zotin Hidayet Beqiri. Avokat, përshëndetje. Përshëndetje Ermal. Avokat, faleminderit për ftesën. Do doja t'ju falenderoja për kohën tuaj. Do doja ta nisim me njëherë mbi një prej çështjeve, në fakt duke qenë se dhe ju jeni aktor i vjetër politik, po them, po dhe njeri që keni profesion. Irena Gjokën e keni njohur njërë? Kush është Irena Gjoka, edhe për ata që na ndjekin sot? E njoh mirë shumë, e njoh me rrenjë madje, edhe ju e thatë shumë mbiemra 5, po 3 faktikisht ka, kështu që nuk i di ato 2 i ka shpikur Salinon Grata i Viçidolit, ato 2 tjerat, po ajo 3 mbiemra ka. Një mbiemër e ka të famshëm faktikisht, mbiemër që e lartëson shumë atë, Maneku, sepse Hekuran Maneku, gjyshi i saj, ka qenë një fanolist i madh dhe ka udhëhequr kryengritjen e Fierit në 1935-ën. Ahmet Zogu për veprimtarinë e tij kundër satrapit Zog edhe pro fanolit, kur dështoi pra kryengritja e Fierit, e ka dënuar me varjen litar Hekuran Manekun, dhe Hekuran Maneku, gjyshi i Irena Manekut, Gjoka shpata, pra është varur në litar. Monumenti i tij ndodhet sot para Pallatit Kulturës në Patos, si një hero. Babai i Irenës, që edhe ai e ka emrin Hekuran, pra ka marrë emrin e babait vet, dhe Hekurani përsëri mbiemrin e ka shpata. Një ndër gjeologët nga më të shkëlqyerit, njeri pastër, njeri ndershëm, atdetar i jashtëzakonshëm, e kam njohur personalisht në vitet kur kam qenë vetë, domethënë, dhe kam punuar në Fier, edhe si sekretar i parë i rinis, por edhe në një ndërmarrje ato vitet e para të jetës time, në moshën 15 vjeç, kam punuar në shtëpinë shfrytëzimin e naftës në Patos, dhe Kuranin e kisha, domethënë, punonim bashkë me të. Pra një familje e mrekullueshme nga Margëlliçi i Patosit. Irena ka mbaruar shkëlqyeshëm studimet dhe s'kishte një jante ndryshe nga ajo derë që ajo faktikisht rrjedh. Është rritur me jo vetëm me një ndjenjë adhetarie, por edhe me një kulturë, ndershmëri, edhe sens drejtësie të jashtëzakonshëm. Punoi kaq vjet në gjykatën e Fierit dhe nuk është përfolur ajo për absolutisht asnjë lloj çështje. Ka punuar edhe në gjykatën e Fierit. Në Fier ka qenë gjyqtare, dhe gjyqtare kalibri, gjyqtare
shumë e mirë, jo thjesht në niveli profesional, por edhe me sens drejtësie, me integritet të shkëlqyer edhe moral, por edhe profesional, por dhe guximshme. Ajo u përzgjoth në gjykatën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar si një ndër gjyqtarët më me integritet. Dhe faktikisht ajo e ka treguar veten, sepse juve me drejt thatë që ka patur proceset më të rënda që ka patur, do të thënë ka dërguar SPAK-u në gjykatën e shkallës parë për korrupsion dhe krim të organizuar, sepse në një mënyrë anë një tjetër, trupa e gjykatës së shkallës parë, me përjashtime të veçanta, u shmangej këtyre lloj shorteve, edhe e kanë gjetur mënyrën që t'i largojnë këto proceset që janë delikate, thonjza, dhe që kanë të bëjnë me politikën e lartë, por që kanë të bëjnë edhe me korrupsionin e lartë shtetëror, të cilat çështje edhe, domethënë, shiteshin e blieshin, por edhe të tramaksin nga kanosjet që të bëheshin, edhe të detyronin që o t'i linje në mes të rrugës, o t'i jepje dorëheqjen, ose të bëhesh si thot krimi. Kurse Irena Gjoka faktikisht nuk u është shmangur këtyre, por ka dhënë drejtësi. Ajo faktikisht ishte gjyqtarja që i dha mastën e sigurimit Sali Berishës, dhe që askush nuk e besonte që ajo do jepte, domethënë, një mastë të tillë do t'ja kthente na detyrim paraqitje në arrest në shtëpi, askush nuk e mendonte që ajo do jepte mastën e sigurimit arrest me burg, pa fat për dhëndrin e Sali Berishës, sepse ju e dini vetë se çfarë përfaqësonte, domethënë, Bisha Sali Berisha, i inkriminuar deri në fyt, s'ka lënë vrasje pa bërë, lyer duart me gjak deri në sqetulla lart, edhe që ka futur dhe familjen një gjakmarrje të pafundshme me Shqipërinë edhe me shqiptarët, dhe njerëzit e shikonin si gogol, dhe që ky gogol nuk preket. Pse? Sepse ky, domethënë, është ligji, ky është shteti, ky është mbreti, ky është shpellari që të haj jetën, domethënë, edhe të vret natën e të qanë ditën, e të tjera dhe si afrohesh njeri. Ajo faktikisht, me guximin e saj profesional, me ndershmërinë e saj, si njeri tamam i ligjit, dha atë mas që du i zhdhen. Por para këtia, ajo veproi edhe kundër Fredi Belerit. Ne dim që Fredi Beleri është dora e Sali Berishës këtu në Shqipëri, dora kriminale e Sali Berishës, dora kriminale e Ilir Metës, e kemi parasysh që është një grekofil më fanatik edhe se vetë Napoleon Zerva, kundër Shqipërisë dhe shqiptarve, megjithse nuk e lidh asnjë gjë me Greqinë, sepse gjakun e ka labëri, por kur ha çorp të prishur, edhe kur pranon dhramit greke, pastaj do ta hedhësh vallen sipas daulles së qarqeve reakcionare të Greqisë. Dhe ky njeri, pra, u kap prej gjuhe, ju fut Çengeli, edhe të riqet zvarr tani nga klanet më shoviniste greke. Bëni një lidhje të Belerit me sulme ndaj Irena Gjokës, avokat. Po kjo e gjykoi dhe e dënoi Belerin, dhe Beleri faktikisht ka kurdisur gjithë këtë loj bashkë me gjithë Sali Berishën. Këtë loj të pist që po bëjnë tani kundër saj për një hakmarrje primitive. Por u duhet kjo hakmarrje primitive për një arsye të thjeshtë, që ta kuptojnë shqiptarët që pse e luftojnë kaq fort Irena Gjokën. Pra, çfarë fshihet pas kësaj? Me të vërtetë është ky vendim
që pas ka dhenë gjoja gjykate Janinës që e ka dënuar atë për një vizë falso, edhe këta kanë hallin e ndershmërisë edhe të drejtësisë, domethënë, që kjo nuk e ka deklaruar. I marri me radhë. Në fakt ju pyes dhe e shikoj gjithë situatën. Duhet më shpjegoni çfarë fshihet, duhet më shpjegoni pse në këtë moment, duhet më shpjegoni çfarë po ndodh konkretisht dhe kush përfiton funditës avokat. Pra, tani çfarë fshihet? Fshihet ajo që Beleri u turprua si një hajdut vizash. Edhe një hajdut vizash, një terrorist, sepse bëri masakrën e Peshkëpis ky person. Pra ky me një bandë andartësh grek të armatosur u fut në kufirin shqiptar dhe pushtoi, domethënë, vendin ton, postën e kufirit ton në Peshkëpi. Vrau komandantin atje, vrau dhe një ushtar, janë dëshmorta dheut ata, i mori të gjitha armët dhe tëra armët tona i futi në Greqi, ky Beleri. Edhe mori dekoratat, domethënë, në Greqia. Mori dhe edhe parat, domethënë, dhramit, se për ato e kishe shitur shpirtin. Dhe ky person, kur u dënua si hajdut nga ana e Irena Gjokës, për ta larë, domethënë, këtë turp të madh, sepse turpi u shoqërua me një turp tjetër, që Greqia atë e bëri eurodeputet, por edhe terrorist, kriminal, vrasës, edhe hajdut, votash, vjedhës, edhe të bësh edhe eurodeputet i turp i madh. Edhe Beleri do që të marri pafajësinë në Strasburg. Dhe interesat e Belerit tani u puqën, si që janë puqur gjithmonë me interesat e Sali Berishës. Se Sali Berisha do të njëjtin gjë. Ai do ta delegjitimoj gjyqtaren, do me thënë, ajo që e ka arrestuar atë dhe djalin edhe dhëndrin e tia, dhe që e dërgoi çështjen, do me thënë, e tyre për korrupsion të lartë shtetëror, për pastrim parash, edhe për mos deklarim të ardhurash, sikurse janë të tëra akuzat për dhëndrin e Berishës edhe për vetë Berishën, do që këto akuza, pra që ja legjitimoj Irena Gjoka, do që ti delegjitimoj. Po si, duke thënë që Irena Gjoka e zhdënuar, atëre Irena Gjoka nuk duhet ishte gjyqtare, se është dënuar dhe se ka deklaruar dënimin, dhe po ta kish deklaruar që është dënuar, atje s'do ish gjyqtare. Kështu që ajo nuk përputhet, domethënë, detyra e saj e gjyqtares me krimi që ka bërë. Përjedhoj nuk do ta gjykonte Saliun. Përjedhoj Saliu është gjykuar në një gjyqtare e delegjitimuar që nuk kishte domethënë konflikt të rënd i interesi, morali e tjera, edhe përjedhoj ky vendim është absolutisht i pavlefshëm. Pse? Se është dhënë nga një gjyqtare që nuk është e ligjshme. Këto janë synimet e Fredi Belerit dhe Sali Berishës. Dhe për këtë shkak, ata tani u bën bashk, edhe mbasi u bën bashk, fillimisht bën për vete një deputet Janinës, ju e keni parasysh, kam folur atëre unë, edhe madje kam thënë që i quan 5 milion euro atia Flamur Noka dhe Luciano Boci, është fakt që ata kanë vajtur të ka i deputet, kanë marrë takime të, kanë bërë dhe foto me të, ka dhe filmime me të. 5 milion euro, thoni avokat, kanë marrë. Kështu tha atere. Kështu tha atere. Po, edhe kjo u vërtetua me disa provat tjera, se pikërisht, mbasi këta vajtën tek deputeti atje, edhe vajtën me valigje dhe dualën pa valigje, diplomatike, të nesërmen, gazeta me madhe greke, Toema, shkruajti që Irena Gjoka ka falsifikuar viza, e zhdënuar, e zhber e tjera dhe doli u bë atëre një buje madhe në shtypjen edhe grek, por që me njëherë atje doli
Gazeta në mëngjes, në mbrëmje Sali Berisha tek Minareja e komentoi atë shkrim të kësaj gazete dhe Irena Gjoka me njëherë, beri kërkesën dhe që ta hithe në gjyq gazetët të ema. Ata e hodhën një ditë dhe pastaja e hoqën me njëherë na faqet e tyre që kishin edhe na website i vetë, se e panë që ishe një shpifje e ndyrë. Dhe me atë rast, Irena Gjoka kërkoj vetë zyrtarisht, po kërkoj dhe Ministria e Drejtësisë e Shqipërisë nga autoritetet greke, gjithë praktikën, çfarë ka ndodhur, është e dënuar, s'është e dënuar, në cila gjykat e tjera me radhë, edhe në shërbimet e fsheta greke, dhe të gjitha përgjigjet erdhën zyrtare, edhe në asfalia greke, pra në shërbimi i fshet, edhe në Ministria e Drejtësisë, edhe në gjykata e Athinës, e gjykat e lartë e tjera, që nuk ka asnjë lloj procesi të hapur kundër saj, me të tëra llojt e mbiemrave që thoni juve, me 3 mbiemrat sa i thoshin, se Gjoka ka të burrit ajo, mbiemrin Gjoka, dhe e mori zgjidhjen atere problemi. Mirë po, Beleri nuk u mjaftua me kaq. Në një ambient, në një kafe, në Vlorë, Beleri ka thënë, do shikoni se çdo bëhet për Gjokën. E kam futur në arkiv një vendim atje. Edhe pas pak do ta nxjerrë arkivi dhe arkivi i Janinës, sa herë të kërkohet, do dalë një vendim atje që është gjykuar Irena Gjoka për falsifikim vize. Është shprehur në Vlorë. E shprehur, po, para se delte ky vendim. E shprehur. Pse? Se kush e njeh Belerin, e di që është jashtëzakonisht i trash në trut, edhe po të pi një god atje, ai çka ka barku nxjerr bardhaku, edhe i thot ai tëra, i tregon shokët gjithë, pa përjashtim. Dhe përjedhoi Saliu nështi, e mori këtë vendim në arkivi atje i Janinës, sikur gjoja është dënuar Irena Gjoka për një falsifikim vize, edhe ngjarje që pas ka ndodhur vitin 2002 dhe e beri publike, vazhdon sulmet, nuk la fjalë pa hedhur kundër Irena Gjokës, pa e intimiduar, pa e kanosur, pa e kërcënuar, pa e fyer, pa shpifur ndaj saj e tjera me radhë, me të vetmin qëllim që unë ju thash juve, që të dali që ati arrestin ja dha një gjyqtare e paligjshme. Por problemi është i thjeshtë. Cili është? Nëse ta dha tyja arrestin një gjyqtare e paligjshme, po apeli paligjshëm është, se apeli e lanë fuqi këtë vendim. Dhe atje në apel e nxjerr do të paligjshme apelin, po në gjykatën e lartë e nxjerr do të paligjshme, se ishin 3 gjyqtarë atje që e shqyrtuan çështjen. Kështu që mendja e tij e smur, i pjell kot, se nuk fiton do të gjë prej kësaj. Po qa fiton? Fiton që mbështetësit e tia të mbushi mendin atyri asaj organizate kriminale që e shoqëron mbrapa, edhe i ka ata 3.000 i në çdo lloj situate. Pra organizatet kriminale ka i Partinë Demokratike, nuk e ka për vete, po organizatet kriminale e ka Saliu, u mbush mendjen që mua më ka gjykuar dhe më ka dënuar një gjyqtare e pa ligjshme. Ai thot, tani do të pyes, ai thot që Irena Gjoka i ka shërbyer Ergjys Sagasit, i cili sipas Ahmeta ishte koordinatori i krimit dhe këta minin tenderat e Akshit, rrëmbenin biznesmen. Ka prova për këto, apo janë thjesht akuza politike për të hedhur këto tymnajat? Mund të ekzistojnë këto gjëra, avokat? Po, Saliu është dalluar gjithmonë për atë që asnjëherë nuk thot të vërtetën. Është një shpifës ordiner që ta bën baban burr, i thon këtej nga, domethënë i thon anë e mia edhe nga anë e tua. Edhe është njëri i pa skrupull, se s'ka moral. Është njëri pa moral. Kur themi është njëri pa moral, nuk e kam fjalën vetëm tek ça pjellë është vet ai, që nuk është pjellë shqiptari. Pra, jo vetëm tek gjaku i tij serb, që është serb, apo tek gruaja vet që ka serbe, nuk e kam në këtë aspekt. Nuk e kam edhe në aspektin tjetër që e kemi parasysh
që me kemë martoj djalin e vetë. Merret motra për grua, ja dha ai. Domethënë, motrën e vetë, kushirin e parë, ja dha djalit për grua. Edhe unë da pastaj. Nuk e kam në këta aspekt, nuk e kam në këto pika. Për kam në aspektin tjetër. Kur erdhi problemi atje në Patos, që të krijohesh Partia Demokratike, nuk e përkrau asnjë, Saliu nuk e qasëm, po donin ta zirin me hu. Edhe muar ngure çka kishin, edhe domethënë donin t'i hanin jetën Saliut. Pse? Sepse e dim kush ishte çka përfaqësonte Patosi. I vetmi person që i doli e mori në mbrojtje, dhe jo vetëm e mori në mbrojtje, po krijoi kushtet që të krijojë dega e Partisë Demokratike në Patos, ishte babai i Irena Manekut Gjoka. Pra ishte e Kurani. Babai i Irenës. Irenës e mori dhe jo vetëm kaq, po e priti edhe në shtëpi në Margëlliç. Hengri e piu atje, piu dhe kafe ja ka bërë Irena. Djon, dhe ky pacip Kafen ja ka bërë Irena. Po pikërisht, dhe ky pacip, domethënë, hap bukën e të përmbys kupën, nuk ka moral, domethënë. Mund ta bëj njëri një gjë të tillë, që vajzën e një njeriu që ty të merr në mbrojtje, që ty të krijon kushte që të krijosh edhe një deg partie në ato rrethana atëre që domethënë më shumë Saliu me shok vepronte si ilegal, se tanin jetën në atë periudhë, domethënë kishin ndodhur ndryshimet. Dhe ky njeri tani shikoj si vepron kundër Irena Gjokës. Po çka ka të vërtet këtu tek Viza? Këtu është tani e gjitha tragjikomedia. Është vërtet që Irena Gjokës vitin 2002 ju refuzua, domethënë hyrja. Dhe ajo e bëri problem me të drejtë. Mori një person që ishte, domethënë, me njofës i të drejtës administrative, edhe i tha, pse më ndaluan mua këta që unë të futem, çfarë ka kjo viza ime? Unë e kam marrë në ambasadë këtë vizë, në konsulatën greke. Ata ma kanë dhënë. Ma dhanë se jam personalitet, jam gjyqtare. Nuk jam, domethënë, një person që qengam në kërkim. Unë edhe kam bërë një krim e tjera me radhë. Dhe në momentin që u fut në procedurë, pra që të zgjidhej çështja pse, atëre nuk i kthyen asnjë lloj përgjigje, u detyrua vajti mori prap vizë. Dhe ju dha viza prap në konsullat në vitin 2003. Ju dha viza prap në vitin 2003. Dhe e shfutur në Greqi. Atëre thuhet që nga hapur procesi vitin 2005. Po për çfarë është hapur ky proces? Çka ka bërë kjo? Se vizën e mori në ambasadë, në konsulat. Nëse ja refuzove, pasaj të mori vizë tjetër. Edhe e ke pranuar, domethënë, nuk i nxorë asnjë lloj telashi tjetër ti kësaj. E dyta, ti pas ke bërë gjyq. Ç'a gjyqi ke bërë? Për çfarë e bëre këtë gjyq? Dhe që të bëhet një gjyq, krijohet një dosje. Që të bëhet një gjyq, do filloj procedimi penal. Po filloj procedimi penal, ty do t'jepet që akti ka filluar ndaj teje procedim penal, ke drejt japësh deklarimet e tua, të vish me një avokat e tjera. S'ka dokument të tillë. Po duhet ta marrësh të pandehur për një vepër penale që mund të ketë bërë. S'ka vendim që është marrë e pandehur. Po do bëhet një gjykim, do të vinë një fletëthirrje. Do vinë fletëthirja patjetër. Po, se do lajmërohesh. Se do lajmërohesh, se do vesh për gjyq. S'ka thirrje, s'ka as gjakundi gjë të tillë. Po në rast se nuk e gjeke dot, do ta bësh me shpallje. S'ka shpallje gjakundi. Po do bësh një gjyq, do merret vendimi, po ky vendim që do merret, do të komunikojë atyja që të ketë drejtën e ankimit. S'ka komunikim vendimi. S'tesh dhe nëse drejtë e ankimit që ta apelosh në gjykat apelit e të tjera, këtë vendim ti. Po, nëse nuk është ankimuar ky vendim e mori formën e prerë, do regjistrohet në regjistrat e gjendjes gjyqësore të Ministrisë Drejtësisë, që thuhet atje, kur ti të kërkosh një dëshmi penaliteti, atje thuhet, me vendimin numër kaq, datë kaq, je dënuar kaq. Atje, s'ka të regjistruar gjë në regjistër, asnjë gjë. Është vetëm një copë vendimi që falsifikoi Fredi Beleri me lekë të qelbura të Sali Berishës dhe që bën këtë zullumai tani për ato shkaqe që unë u thash juve më lart. Është
dhe tani ai Ulerin e thot, nuk e ka deklaruar këtë, thot, tek vettingu, edhe përjedhoj, thot, doli gjyqtare se po ta kish deklaruar këtë, e kish detyrë ta deklaronte, ndryshe, domethënë nuk do të dilte gjyqtare ajo. E para njerë që unë deklaroj diçka që di, jo diçka që s'di. Unë deklaroj një gjë kur vjen një vendim edhe kam dieni për një gjyq që është bërë kundër meje e tjera, po jo kur unë s'kam patur kurrë njerë dieni. Unë nuk do shpik gjëra që ti them te deklarata e dekriminalizimit apo ajo që më kërkohet për vettingur. Por jo vetëm kaq. Por edhe sikur ti ishte e dënuar. Për çfarë është dënuar? Është dënuar si puna jote për korrupsion? Sepse more 500 milion e kompleksit Partizani edhe vajzës edhe ndëri tënë, për pastrim parash, për çfarë? Për vizë? Për në vizat e ne dim si e bende Greku me pasaportat e Saliut. Ne vinim të futeshim atje në Greqi me pasaportën e Saliut dhe ata na hidhin a surrati edhe merrin vinin kryqin si u donte qefi, edhe bënin operacione fshesa, e tallshin me ne, e na vrisnin në burgjet e Greqisë, na binin futshin gjallë dhe vinin të vdekur. Këteja, nuk i dim tera këto neve se çfarë bente Greku në këtë drejtim me pasaportat e shqiptare, me vizat e tyre tjera, dhe ti tani të marrësh mbrojtje, joja, se që nga bërë falsifikimi një vize atje, ka sens kjo? Absolutisht nuk ka sens. Këto gjëra pra i bën një badakçi i tipit Saliut, i cili do të laj atë, thot populli për mos ta thënë, më tutje, por nuk lahet. Pse? Se është deri këtu i zhytur në krim, deri këtu i zhytur në korrupsion, deri këtu i zhytur me akte nga më banditeske dhe nuk e shpëtojnë do të këto. Një koment nga ju, ditën e shtunë kaloj në eshti avokat dhe kaloj pa u përmendur fakti që Zoti Brau firmosi masa sigurie shtesë për Altin Domanin. Zoti Brau firmosi masa sigurie shtesë për Zotin Prençi, i cili po jeton numrin 2 të qeverisë Rama, ku vetë Partia Socialiste nuk po mbledh komisionin e mandateve dhe duket sikur po e mbron deri në këto momente po jep mesazhe të qarta që po e mbron Ballukun nga institucioni Spakut. Për zonjën Doloreza, gjithashtu kishte masa sigurie. E shikon që Spak ndihet i trysnuar nga politika, i kërcënuar nga politika, sepse të gjithë këta aktor të prokurorisë posaçme, avokat, kanë pasur në shqyrtim dhe në monitorim dhe kanë goditur politikanë dhe grupe kriminale, gjithashtu kanë thritur në Spak edhe oligarkë dhe njerëz shumë të fuqishëm ekonomikisht. Çfarë më shpjegon avokat dhe si e shikon këtë pjesë? Po i rrezikohet jeta prokurorëve të Spakut, ndihen të kërcënuar, pra çfarë ke parë? Çfarë po ndodh brenda Spakut ose çfarë informacionesh dini dhe ju? Jo, një pjesë e vogël e Spakut, e prokurorëve të Spakut, edhe ndihet e rrezikuar, po është një pjesë jashtëzakonisht e vogël. Ndërsa pjesa dërmuese edhe këta që përmendët juve, asnjëri prej këtyre nuk është i rrezikuar. Madje kanë mbrojtje të fuqishme. Këta kanë mbrojtjen e Sali Berishës, edhe të kriminalëve të Sali Berishës. Se këta faktikisht po i shërbejnë Sali Berishës dhe bandës tija kriminale. Po i shërbejnë. Edhe këto masa shtese të tjera, këto janë pallavra që bëjnë ata, sepse nuk u rrezikohet asgjë atyre, sidomos jeta e tyre mund të rrezikohej në tjera rrethana, mund të rrezikohej para vitit 2013, mund të rrezikohej kur bëshin vrasjet në bulevard, edhe mund të rrezikohej kur bësh grushti i shtetit, atje që merrte tanket edhe antitanket edhe mitralozat të llojeve të ndryshme Saliu e pushtonte institucionet. Kështu që tani nuk ka të tilla në Shqipëri. Domethënë Shqipëria është një vend i stabilizuar, një vend i NATO-s, një vend që është gati punë 2 vjetësh hyn në Bashkimin Evropian 3 vjetë, edhe nuk është i tillë. Por siç u thash, aq më shumë kur ke mbrojtjen e bandës kriminale të Sali Berishës, sepse faktikisht Spak, të tëra këto që thatë juve,
ka bërë lëvizje të kësaj natyre, po ka bërë lëvizje të njëanshme, ka bërë lëvizje, domethënë, të atyre që nuk kundërshtojnë, të atyre që nuk i thonë organizat kriminale, nuk i thonë bandit, edhe nuk i anatemojnë, çka do të thotë që i përkasin krahut të qeverisjes aktuale. Ata s'po lën zonjën Ballukut shkojnë në SPAK më avokat tani, s'po e lën. Dhe si se dua dhe komentin unë ta asaj, se tani ju jeni avokat, jeni jurist. Zonja Balluku 1 edhe Erion Velia 2 janë dy turpet më të mëdha që ka bërë SPAK-u. Po pse më çaju ka bërë SPAK-u? Janë dy procese që do të ngelen njolla me zez për SPAK-un. Kështu thonë dhe këta këtë nga krahu i djathtë. Dy njollat janë Berisha, thonë, dhe Ilir Meta. Dy njollat më të mëdhaja, thonë këta të pëdes. Në cilin, po në rregull, ja i analizojmë. Po i analizojmë, po them dhe ata thonë këtë, ju thoni këtë. Hajde tani ta dëgjojmë, ta dëgjojnë edhe njerëzit aty. Patjetër. Pra, pse janë dy njollat më të rënda të turpit? E para, Erion Velia nuk duhesh prekur për punë brekësh, për konfeksione, si që prek. Aq më shumë, nuk du ish prekur edhe nuk du ish caktuar që të merresh me te një prokuror në konflikt të ashpër të rend interesi, si që ishte Olsi Dado. Një person që veten zyrë i lutet që t'japi leje ndërtimi, mbasi ka marrë një leje ndërtimi nga kryetari bashkisë, lutet marrë një leje tjetër, dhe kur ai nuk ja jep këtë lejen tjetër, i thot do të shikosh ti ç'do të bëj unë, këto janë maskarada që ndodhin vetëm në Shqipëri. Dhe ai Olsi Dado e ka bërë një gjë të tillë, dhe është një gjyq për këtë çështje, është gjykatë administrative. Po ka 13 akuza Erion Velia po gjykohet për të. 13 akuza. E para njerë që ju më vjen keq se nuk je jurist ti, duke mos qenë jurist ti ngatëron akuzat me episodet. Nuk ka, janë vetëm 3 akuza, edhe 1/4 është përsëri turpi SPAK-ut, se 1/4 pikërisht. Ti më thua, po u them çfarë thot SPAK-u? Po 3, edhe 1 thot mbajtja e sendeve të ndaluara në burg. Edhe kjo, kur them unë që është absurdja edhe është turpi i SPAK-ut, sepse ato sende ai nuk i ka mbajtur në burg, po i ka mbajtur tek makina e policisë. Edhe ligji thot mbajtja sendeve në burg, nuk thot e makina e policisë. Kështu që ju do shikoni se si do tallen në gjyq me këto idiotësitë e SPAK-ut. Do tallen, po vajti një vit e caj aty ç'të tallen. Po pikërisht, prandaj po them unë që është turpi i SPAK-ut. Pse? Sepse SPAK-u ka tjetër version prokurorët e SPAK-ut. Sepse na i tha edhe gjykata kushtetuese, tha që lejani të ushtroj detyrën. Se donte ta ishte Rama, donte ta ishte Rama, jo SPAK-u, Rama. Edhe njëherë, Rama mora avokatani, dhe këtë do më mosh se mirë jurist janë, po ka që ndjek. Rama e mori e shkarkoi, ishte i detyruar ta shkarkonte. Rama s'donte ta shikonte në sy atë. Po mirë, po Rama nuk është prokuroria. Rama mori edhe pas SPAK-un. Qarë akuze ngriti SPAK. Po ja, pse se shikon me Ballukun ai SPAK-un? Edhe i verifikoi. Ja ku e ka me Ballukun e mbron, as se shkarkon asgjë, e ruan dhe me imunitet. S'po e mbron. Zmblidhet komisioni mandateve. Nuk po e mbron. Nuk mblidhet komisioni mandateve avokat. Nuk po e mbron Rama. Komisioni mandateve nuk po mblidhet se po pritet vendimi i gjykatës kushtetuese. Po ç'pun ka gjykata kushtetuese me komisionin e mandateve, ma thuaj tani. Ka, ja ta them unë. Kam pyet 100 jurist për këtë gjë. Po, edhe ata juristë e Saliut kanë thënë tyja që ç'pun kanë qenë të martë ata juristët. Jo. Kanë qenë të këtit, thoja dekanit juridikut. Jo. Cil dekanit juridikut? Ma thuaj mua. Thoja se Artan Oxhë si e kishte ky. Kush është ai jurist që ka thënë kështu? Po tani, ata thonë që nuk ka si lidhje gjykata kushtetuese me pezullimin me mbledhjen e mandateve. Dhe në fakt janë dy gjëra që qenë kushtetuesja merr ai pezullon, mandatet janë ato e lënë që SPAK-u të veprojë. Sipas jush. Po unë nuk jam rrug. Jam jurist. Po dakord, si jurist ma shpjegon se ma. Jam jurist dhe jurist, domethënë që s'bëj idiotësira në profesion. Ja po ta them, gjoje tani me vëmendje, këta që po të them. E para një do pritet vendimi i gjykatës kushtetuese. Pse do pritet?
Sepse gjykata kushtetuese po shqyrton masën e sigurimit që është dhënë ndaj saj. Asaj është dhënë një masë sigurimi që do të thotë pezullim nga detyra. Pezullimi nga detyra është një masë sigurimi që jepet. Pra, ju dha masa e sigurimit të ndalohet të dalë jashtë shtetit dhe të pezullohet nga detyra. Dhe gjykata kushtetuese po shikon, është kushtetues apo nuk është ky pezullimi. Në rast se ky pezullimi qëndron, po të qëndroj ky pezullim sipas gjykatës kushtetuese, çfarë do t'i merr mandat? Qa mandati do? Ja dhe masën e sigurimit. Rritani aty me këtë masë sigurimi që dhe. Që do arrestin në burg dhe arrestin në shtëpi? Po e logjikojnë se prish provat. Po ja jep një fillim. Po tani e mendova. Po e mendove ke menduar në mënyrë hakmarrëse. Tani pse s'prishen prova? Tani nuk gjeni ta them unë. Ta them unë, pse s'prishen provat? Provat na rruga prishen. Edhe me prokuror të prishur prishen. Është numri 2 qeverisë ka pushtet pa fund. Po, dakord. Po si më po tani, se tani, këte kur do flet si jurist, tani s'mu flet mua. Ermal, mos u politizo, po rinë në linjat e ligjit e të juristit. Pse nuk prishen provat? Dhe që është një fantazi e atyre prokurorëve patru, dhe që mendojnë se tërë populli është patru, dhe që mendojnë që nuk ka me jurist Shqipëria, po që janë vetëm ata 5 spakistët, atje e jurista. Provat nuk prishen se tje ke marrë të pandeur atë. Derisa tje more të pandeur, para se të beshin zgjedhjet e datës 9 nëntor, 6 ditë para atyre zgjedhjeve, se kështë halë se mos fitonte Bashkinë e Tiranës kandidatja e Partisë Socialiste dhe ku ishe deleguar Belinda Balluku, edhe për t'ja prerë kokën kreu të fushatës elektorale e ti 6 ditë para zgjedhjeve, e more të pandeur. Mirë, e more të pandeur. Kur meresh i pandeur? I pandeur mere kur thesin me prova e ke mbushur plot. Edhe ato prova që ke marrë, atje nuk prishen me, se i more. Edhe të merë të pandeur. Kështu që në atë data që e more të pandeur këte, s'ka qa prova të prishim me kjo. Do intimidoj dëshmitarët. Cilin dëshmitar do intimidoj? Dëshmitar që kanë folur, që kanë folur. Ata dëshmitar që kanë folur për popullin që ta kuptoj. Po për popullin po të kuptoj dhe unë, se dhe unë si jam jurist. Edhe ti ta kuptosh mirë, edhe për tyja, që ta kuptosh mirë. Në rast se fillojmë dhe bëjmë hetimin e një çështje, edhe unë si prokuror threz dëshmitarin atje, kur e threz dëshmitarin nuk është Belinda aty, është vetëm dëshmitari me mua. Edhe unë jam marrë ati, dëgjohë deri në fund. E marrë atë deklarimet e tia, jam marrë me shkrim, edhe i shkruan atje, e firmos faqe në faqe, në fund, emër mbi emër dhe firm, edhe mbyllen ato e futen dosje. Në rast se të dëshmitar do të intimidoj nesër kryeministri apo një ministër e tjera, dhe do të ndryshosh thenjet, as një gjë nuk sjell në proces. I merr të keqen procesit. Pse? Sepse me ligj e para do vesh në burg se ke bërë dëshmi të rreme, sepse o sot në gjyq, o atje në prokurori ke bërë dëshmi të rreme, dhe prano ku e ke bërë të rreme. E kam bërë atje në burg. Dhe pastaja ligji thot. Ato thenje që ka bërë atje para prokurorit, lexohen në gjykat. Lexoj ato se janë leximet lejushme. Edhe këto merren për bazë që ke thënë atje me shkrim. Nuk merret për bazë ajo që je intimiduar ti. Pra dhe kjo është një arsye tim, një arsye tim banal, një arsye tim i ndyr që bën spaku për të hedhur hy syve popullit. Se as fshehje prova nuk bën dot, sepse nuk mund të fshihet minarja, do fshihet tenderi që e ke në kompjutrat edhe ke arkivin mali mat atje. Rrugëve që po na lën rrugëve. Në rregull, po pikërisht në ato rrugë faktikisht po i gëzojmë. Se unë unaz dhe Tiranës atë bëra sot që vajta arrita gjyqin në Vlorë. Në ajo unaz vajta edhe nuk blokova të kjo maskaraleku këtu. Edhe atë tunelin po e gëzojnë shqiptarët. Po bje rrugët anë nga Korça. Po e gëzojnë në mënyrë të shkëlqyer, po e gëzojnë me parametrat mrekullueshëm e tjera. Ti tani Belinda Ballukun nuk e ke akuzuar se ka vjedhur. Dakord jam unë, ti s'pak, po ma prure mua, e të thuash, urdhro, zotri, akuza, korrupsion,
pasiv. Ore dakor, po këtë spaku kush e kontrollon tani, se s'po marrin vesh mor avokat. Si unë njërë kështu, njërë ashtu. Edhe njerë tani, akuzën që i ke bërë. Tani, Altin Dumani që ka quar pas ekurave, Sali Berishën e tjerë, ose Ilir Metën e këta, a i e ka firmosur arrestimin në zonjës Balluku. S'ka firmosur arrestim. Altin Dumani e ka firmosur. Ishni mandatin i ka thënë. Me firmën e ti ka shkuar. S'ka drejt. Po s'ka drejt, oke, dhe Dumani atere. S'ka drejt. Dakor, pse s'ka drejt? Po pse s'ka? Sepse ja dhe 2 masa sigurimi. Tani, derisa i dhe masën e sigurimit pezullim nga detyra, pse nuk pret sa të vendosi gjykata kushtetuese? Është kushtetuesa, nuk është ky pezullim. Pse? Kush ta vuri litarin në fyt? Që me një... Po kush ja vuri na i gjenin eve? Pikërisht, kush ja vuri Saliu. Saliu Altin Dumanit? Po. Po tani këtu, qas po dëgjoj unë avokat, po dhe këtu ma pur... Po dëgjoj tani, po të themun, se drejtësin në këtë vend, spaku në këtë vend, gjykatën e shkallës parë, për korupcion dhe krimet organizuar në këtë vend, i komandon një emër, ajo quhet Argita Berisha, vajza e Sali Berishës. Po ata që janë të fuqishëm. Që jo vetëm, po të fuqishëm janë, krimi është i fuqishëm. Po pas kanë dhe spaku në çapë Rama aty. Po atere, po Rama nuk është kryetar gjykate. Rama nuk është prokuror. Po Rama thotë kanë krijuar në spakun. Rama e ka krijuar, nuk e ka krijuar spakun. E krijoi parlamenti spakun. Ai ka shumicën. Ikën Amerikanët thoshte Rama, ku do shkoni o spak pa Amerikanët, tani më keni mua. Unë jam njeriu që kam krijuar spakun. Përdeistë të nderuar ulunin tokë, sepse jeni jashtë rruzullit toksor. Spaku u ngrit për të gjykuar, kur u ngrit spaku, nuk dinte që do dilin ato, do bësh një tender për tunelet e Llogaras, nuk e dinte spaku, se tunelet e Llogaras u bën 2022-shin. Spaku u ngrit 2016 u mor ligji, edhe u ngrit 2019. Për çfarë u ngrit 2019? Për të goditur këta politikanë. Për të goditur një senjanarin. Për të goditur një senjanarin. E ke çuar në spak vetë. E refuzoi spaku, nuk e bori. Po mirë e qove prapti, këngule ti e qove. Po do me thë nuk u muar spaku. Pa ti e po, kam në të drejt, kam të bravo të qoftë kam të. U muar Strasburgu edhe kolegji penal. Po atë kam të bravo që ke gudzuar dhe tëra, e kam thënë. Po spaku pra nuk u muar. Tani më drejtosh dhe si pëdeist mua. E kam fjallën që spaku nuk u muar. Nuk u muar spaku po të them. Spaku nuk u muar dhe nuk po meret me gërdecin. U dojgjën të gjallë njerëzit që të merte barutin edhe ta përvetëson të 500 milion euro Shkelzen Berisha e familja Berisha e Baxhanaku i tia që u be për amet edhe që se din dhe Saliu që Baxhanaku ishte pjesë atje me Shkelzenin edhe të pasurohesh edhe Fari Balliu e tëra ta plerat e Saliut që kish për vete organizate ti kriminale i doj gjithë gjalla ta atje e shgjukuar, e shetuar. Qa bën spaku? Pse s'meret me ta? U muar spaku me grushtin e shtetit? Ara shteti? A u tentua të vërin e kryeministri? Po këto ishin krimet. Këto ishin krimet. Po pse këta që vjedhin nga 100 milion euro këta qa janë ta? Vjedhjen është në trurin e atyre, nuk them tendi se ti ke dëgjuar. E ke dëgjuar nga Saliu ti. Por vjedhja, po na i e ke dëgjuar se nuk e shoh edhe spaku, që është me gjithë të poshtësi, që po të them unë, që nuk është normal, nuk i thot asaj që ke vjedhur. Po i thot, ndërhyrjen tender ato. Vjedhur tu incinerator. Po leren e mendja juaj incinerator, po u gjukua. A u gjukua incinerator? Po u gjukua. E qa doli? Polli umbar smali e Polli 1.000. Ministri Edi Ramës bëri 4 vite brenda, more. Edhe Polli 1.000. More bëri 4 vite brenda Ministri Edi Ramës. Po mirë regull, Ministri Edi Ramës. Po Ministri Edi Ramës e sështimi. Po pa tjetër, Edi Rama i thati që shke ligjin. Po tani nuk e di unë a i tha Edi Rama jo, po më të njishte. O, zotëri, leni këto janë 4 vjetë, ne po flasim për burgim të përjetëshëm. Ne po flasim për, se 20 janari është burgimi përjetëshëm, gërdeci është burgimi përjetëshëm, vrasjet e Tropojës 200 djem, edhe 7 në familja Haklaj janë burgimi përjetëshëm. Do i zbardis pak to avokat.
do i zbardhi SPAK se tonë janë drejt Po me fundit. këto smeret, se do meret me brekët e asaja, do meret me brekët e Velis, edhe do meret me edhe do meret me tenderat jave Lenës apo nuk jave Lenës, apo jave Prenës. Do zbardhi këto SPAK, do i zbardhi këto çështje. Po si zbardhi këto, populli shqiptar do zbardhi SPAK-un. E do i tregoj vendin SPAK-ut. Se u ka vajtur shpirtin majtë Po hundës. qa do eshin dhe SPAK-un, pa ishi që lindi si institucion. Po lindje do bëj punën, se po zbeni punën. Po e bënë nëse ka po arreston. I lirë metën e ke pranë në mor avokat. Lere tani. Po pse nuk e tua këtë gjë? Pse nuk e tua? Pse nuk e tua që i lirë metë është brenda? Po nga ky SPAK është brenda. Nga ky SPAK është. Po t'ishte për këtë SPAK sa t'i shjeta, djo mua. Po s'ishte për këtë. Po si ishte për këtë, për SPAK. Ishte. Ishte për mua që bere kallëzimi penal. Po dakor, se të nisi vetë SPAK-u. Dakor, të bere ti, Romeo Karaj, dakor. Po SPAK-u vetë që beri? Përjetimi dhe i tha shko prokurori, i tha më vasja që va në dosje. Po më bravo të qo. Jo, zotri. Po bashkëpunime bashkëpunime është mor. A, tani. Jo, zotri. Ti që me rogën, unë, si taksapagus, t'jap rogën tyja, e rogë të majme. T'jap ty 10 milion euro. T'jap që t'i fillosh qeshtje të kryesisht, edhe do t'i lesh të mos meresh me asin qeshtje. Inshallah, do me nuk ben kallëzimi i dajeti e Romeua edhe Adriatik Doçi, se po ben ata meret SPAK-u, po s'bem ne, SPAK-u vetëm ha, edhe me rogën. Do t'i ben dhe SPAK-u këto që bem ne, edhe Ilir Meta, edhe Sali Berisha, me kompleksin Partizani, vajti se beri komisioni parlamentar, edhe Taulant Balla, se t'ishte për SPAK-un, as jes vetën a Saliu, edhe Ilir Meta atje në Burg, edhe u detyruan pa i quan. Ja, kjo është SPAK-u. Do me thënë t'i thua që SPAK-u nuk bën asgjë. Nuk është deri tani është jashtë loje. E duhet futet në lojë. Po su futet në lojë turpi e mbulon. Deri 2 vite sigurisht në lojë SPAK-u, po hajde tani se cili. Po sepse i dham e i kurajuam. E i kurajuam që të bënde diçka. E i kurajuam që të bënde diçka. Po lere ligji. E i kurajuam ne edhe i dham mbështetje populli e qoj 90% e bërë njeri të vitit. Kurse tani e ka bërë njeri më i fundit i vitit. Më i filligjur i vitit. Po mirë shikoj tera sondazhet. Pse vajti në fund? Se po e sulmon këtar, se po sulmon politikët. Po sulmon politikët. Se po sulmohet? Se po sulmon politikët. Jo. Bashkëpunëtorët e Edi Ramës, prandaj po sulmohet. E po pikërisht, do me thënë që shtuer një seksion të Partisë Demokratike. Po qa seksioni, me që vdik Partia Demokratike, me që na vitin vit. Po nuk vjen Partia Demokratike pushtet në këtë gjendje. Ti japim qikës, Zvjen Partia Demokratike pushtet në këtë gjendje. Ti japim qikë SPAK. Nuk vjen për dhe janë pushtet në këtë gjendje. Po zvjen është e qartë që zvjen. Por nuk ka lidhje kjo. Po e sulmojnë Dumani. Na mëngjesi deri në darkë po e sulmojnë. Nga mëngjesi deri në darkë. Po sulmojnë ai që s'punon more. Po ai po punon. Prandaj sulmojnë. Po punon po cilët çështje ka? Kur punon avokat me cilët çështje ka mbaruar? Thuaj një. Po i mbaron ai pa nga Një. Tani kemi thonë që do ketë një Po lere o thonë mos u merr me. Po lere o thonë. Prokuror tani. Po ne nuk je pse flet pastaj. Pa të dëgjoj mua, që jam prokuror, edhe gjyqtar, edhe avokat, edhe i ligjin. Po si me ligjin, se po t'jesh me ligjin, ti e di shumë mirë. Po t'jesh me ligjin, tani po pse dhe mua se me ligjin. Po si me ligjin, pse them unë? Ja me ligjin. Po dëgjoj pse nuk je, ta them unë. Okej, po dëgjoj. Po, që të thuash jam me ligjin, atëre do thuash që ky Dumani o zotri mori, hetoi çështjen e 21 janarit, edhe i mori të pandehur e ka çuar çështjen në gjyq. E ka çuar? Jo. Ky Dumani e mori atë aktin terrorist kundër ambasadës amerikane dhe aktin terrorist kundër ambasadores Mariza Lino për ta vrarë dhe e çoi në gjyq. Ka çuar? Jo. Ka çuar Bankës Petrolin për korrupsionin e lartë? Jo. E çoi vjedhjen e Florinit? Jo. E çoi vrasjet e Tropojës, vrasjet e Haklejve? Jo. Thua më një që ka quar. Po dale se po punon. E di ku është rezultati apo jo. Ti Dumani do t'japësh notën kur të vej çështja në gjykat, të gjykohet, të dënohen kriminalët, të marrë vendimin formën e prerë. Po paragjykon këtë mera kam. Se po e paragjykove, pastaj do them, po e paragjykon avokat. Po se është paragjykim kur ti s'ke bërë, nuk e bërë punë, se ke bërë. Se po e paragjykon avokat.
ka mall se po e paragjykon. Po në rregull, kështu flasi politikisht me politikën 30 e sa vjeçare janë në rregull. Jo, me politikën si na i ka bërë Saliu jetë. Çfarë lidhje ka me Saliun? Po ja lidhje ke se ke marr na praktika e punës tia. Pse? Sepse ai akuzon pa baza. Po ka pa akuzojun. Unë do them po e paragjykon. Unë s'po them ty e ke gabim. Po them po e paragjykon. Nesër Dumani mund të zbardhi 21 janari. Mund të zbardhi Gërdecin. Dhe unë them avokat që që i rekord në qaf, ai ka dashkone vetë punoj. Po ti e paragjykon. Se thua, shikon nesër kur ta çoj. Kur ta qoj nesër do flasë ndryshe unë. Po do të shikoj njëre qoja se qoj. Po do shikoj se ka të reguar që ka bërë punë të mira. Pa e par, o zotri, pa e par, nuk flasun. Kurse ju e flisni se mendoni. Ore po njeri... Kurse ne nuk do të mendoj. Ne duhet ta shikoj. Mendoj, pra da egzistoj. Po se preka me dorë. E po pikërisht, drejtësia e do ta prekësh. Okej, mirë, dakor. Nuk e kemi, në dorë s'kemi një. Do të bëjde një pyetje tjetër, avokat. Para se kjo është një situatë shumë e tensionuar, po ta qartësojmë pak tani të vim këtu. Po jo, ti e rregull e linjën tënde ti, ore, se ju kështu dori ju Balluku. S'ka bergjer Balluku. Po njëse, nuk më intereson me Balluku. Fare, zero. Po mirë, po ta dish kur të pyesësh. Do të flasit me Amerikanët pasaj, por të kaloj një impyetje më të rëndësishme. Edhe njerë, kur të pyesësh nesër në studio juristët që do të vinë, avokatët e tjerë, të thuash të tyre avokatëve. O avokat, mirë mua më lejohet, thuaj pse, se nuk jam i fushë, jam gazetar. Edhe unë bej pyetjet, edhe pyetjet unë i bej ashtu si më vinë mua me qëllim që ta nxjerr të vërtetën. I thua atyre. Por aman juridikisht duhet më flisni ju mua, nuk do të flisi si politikant smur, nuk do të flisi si kulish Saliut, po do flisi me ligjin. Dhe që të flisi me ligjin, unë tani u them juve. Ju thoni që kjo Belinda Balluku është ajdute, thoni ju. Është vjedhse, ka vjedhur 500 milione tjera. Çfarë akuze kanë as paku? Dhe ata pastaja do ngecen, sa do të poshtër t'jen, sa do saliist të ndyrë t'jen, do thonë, akuza është ndikim në tendera. Po ndikimi në tendera nuk është vjedhje. Ndikimi në tendera nuk është përdorim detyre. Ndikimi në tendera nuk është korrupsion, pasiv apo aktiv, nuk është. Si janë vepra penale të veçanta këto. Ndikimi në tendera do të thotë, bie fjala, mua jam unë ministri, edhe më vinë oferta të ndryshme, edhe më pyet ai që e ka drejtë të hedhë firmën. Sekretari i përgjithshëm mban përgjegjësi për atë direkt. Por e zëm se kam ndikuar unë ashtu si ministër. Edhe unë i them atij, mos ja jep për Malit. Pse mos ja jep për Malit? Jepja më mirë Malit se sa Ermalit. Se po ja dhe Malit, Mali ka tjetër personalitet. Mali nuk është i botës krimit. Mali nuk është i korrupsionit. Mali nuk është i trafikut. Mali nuk është i prostitucionit. Ky Ermali i ka bërë të tëra këto që po them unë, edhe përjedhoi i merr lekët ky të tenderit edhe i përdor kundër Shqipërisë dhe shqiptarëve. Ja ndikova unë. Ky është ndikimi. Nuk mora si unë, zero mora. Po mbrojta të mirën. Pa buk më godite me shembull. Jo, nuk do godis unë. Po se di mo avokat tani se. Po pra, problemi është që ti merr çfarë akuze ke dhe spaku po ta çonte Belinda Ballukun ta çonte për korrupsion pasiv, unë nuk do flisja me këtë ju. Po derisa e ke quar për një akuzë të tillë, që e ka në maksimum 5 vjet burg, po pikërisht, do të thotë Belinda që nga një histori e gjatë. Do të thotë, po pikërisht, do të thotë që nuk je normal, domethënë. Tani unë të pyes me ulemi në tokë neve dhe po të pyes unë kështu. Si në tokë, si në Mallakastër po të pyes. Aty jemi. Ore tani lëvizjen e Ervin Salianit, si e ke parti? Do t'ja marri partin Berishës ky apo jo? Do t'i marri së që t'i dalin, thot populli. Po qa parti e ka Saliu? Po s'ka parti Saliu. Po do t'ja marri, si e ke parti lëvizjen e Salianit? Partia dhe Saliu janë një. Saliu parti ka 3.000 veta. Ata 3.000 veta i ka ngopë për mirë me fabrika, me uzina, me... Qa kish pasuri, kombi shqiptar, u adha këtyre 3.000 ai. Edhe qarë vodhi, qfar korrupsioni berit, privatizimet e ndryshme tjera,
të gjitha paprisin, vjedhje bankash, vjedhjen e Floridit dhe tëra, për këta 3.000 i ka përdorur ai dhe i ka këta bashkëluftëtar të vet, pjesëtar të organizatës kriminale. Dhe kjo është partia e Saliut. Dhe këtë parti nuk e merr dot Saliani sa të jetë jeta, nuk futet dot në këtë rrugë Saliani. Saliani ka pastaja edhe defekte të tjera, që nëse do të marri jashtë kësaj organizate kriminale, ka pengesa. Pengesa e parë është sepse për atë vepër penale që u dënua, pavarësisht që thot ai që po vuaj ato të Partisë Demokratike, domethënë, po ai po vuan shpifjen e vet. Po vuan atë maskarallekun e vet, sepse atë që bëri ai me vllain e Fatmir Gjafës është një akt barbar, një akt i pa denj, i pa moralshëm dhe moralin shqiptarët kanë të parin. Kur futesh në politik, duhet jesh në radhë pari moralshëm që të vinë e t'japi vota në mbrapa populli. Pra, e ka të humbur në këtë pikë. E dyta, nuk bëhet politika me trashëgimi, nuk bëhet politika me nepotizëm, me që Ilir Meta, kryetari i Leshelis, u bë dhe president e kryeministri e tjera, hodhi andej na Saliu, Salianin, kushririn e parë të tia, edhe që t'jemi të fuqizuar. Dhe tani Iliri, me që eshë burg vetë, i jep në një lek Salianit, ca të tjera ja jep atia lapajt, edhe mase këta më kompensojnë diçka mua, po populli që është toksor dhe i shikon qa bëhet në tokë, se këto gjera bëhen në tokë, këto bëhen ambjente popullore, i shikon fare mirë këto gjera, edhe të jep bryllin, pastaj nuk të jep për kraje. Kështu që është një lëvizje e vdekur. Lindi e vdekur dhe ashtu do vdesi si që lindin. Nuk ka perspektivë. Avokat, besoj se du përgjigja. Besoj që mu përgjigja, avokat. Unë do doja në fakt të mirja dhe një koment të fundit. Në këto zhvillime dhe ngjarje që ka ndodhur, si e shikon në fakt apo si do e parashikosh punën e Klodian Braus, kreu i SPAK, të shumë pak i prekur mediatikisht, priti që në janar do kishte lëvizje në fakt, në anën tjetër avokat, dua dhe të më sqarosh pak se thonë që SPAK mund të ketë edhe disa goditje nga e djatha, por ne deri në këto momente nuk po shikojmë gjë. Vetë si do ma përshkruash pak zotin Brau dhe vet a keni informacione çfarë do ndodhi, sepse flitet për dosje të caktuara që janë drejta fatit në SPAK dhe përfshin funksionar të Partisë Demokratike të rëndësishëm. Keni ndonjë informacion? Problemi është që për një drejtues të prokurorisë posaçme, 2 muaj janë shumë. Pse? Sepse ke qenë aty brenda edhe ke në duar aq shumë dosje të nxehta sa të paktën në këto 2 muaj 21 janarin do ta kishe çuar në gjyq. Dhe nuk e çove. Çka do të thotë që po fle gjumë. Dhe Bravo deri tani, domethënë, është në gjumë. Po fle gjumë. E dyta, SPAK-u dhe Klodian Braho. Në rast se nuk do çojnë, nuk do hetojnë, nuk do i mbyllin hetimet dhe nuk do çojnë në gjyq organizatën kriminale me Sali Berishën në krye, që bëri 21 janarin, që bëri Gërdecin, që bëri grushtin e shtetit në 14 shtator të 98-ës, që vrau 200 veta në Tropoj, prej cilive 7 nga një familje Haklaj, që vodhi bankën kombëtare të Shkodrës dhe Tropojës, dhe lekti mori si familje vet ai, që bëri privatizimin kriminal të Alpetrolit, të Armos, të hidrocentraleve të Shqipërisë dhe që i dha për dhe jam qeni thjesht dhe vetëm që të mbushe xhepin e tija. Në rast se SPAK-u nuk do çoj pra në gjyq këto krime të rënda që janë bërë, në rast se SPAK-u nuk do t'i futet dhe njerë që ku shkuoj gjaku i atyre mbi 3.000 vetave që mbas ju vodhën 4 miliard dollar në firmat piramidale edhe u vran më në fund
dhe u hapën edhe depot e armatimeve për të bërë terrore gjithë Shqipëria, edhe për të bërë akte terroriste nga më të pashoqit, deri dhe krime kundër njerëzimit. Në rast se këto krime nuk do t'i hetoj Spaku është një qenje që do vdesje, është e vdekur. Më kot e gjenjen veten me çështje të tilla gjethesh dhe që me gjuhën e popullit, tani se ka filluar populli hapur të thot, me këto që po merret faktikisht Spak, duke filluar me inceneratorëra, e me tunelera, e me këto, le të merret Spaku në radhë parë, po u muar me rrugët që u lanë rrugëve është rrugë e Kombit. 500 milion i mori vetëm Sali Berisha edhe Lulzim Basha në rruga e Kombit. Dhe i vajti kostua 1 miliard e 400 milion në një kohë që kostua reale e saj mund të dilte 600-700 milion euro. Pra gjysmë për gjysmë i vodhën këta kriminal. Nuk ka ndodhur në tëra rrugët e Shqipërisë një vjedhje e tillë kaq e madhe, kaq e rëndë, dhe kur vjen problemi nuk e kemi rrugën e Kombit. Pavarësisht që Berisaliu për Serbinë, për Beogradin, se atë kishte synim ai, sepse nëse donte, nëse Kosova e bënte ndryshe rrugën e Kombit e kishte ndryshe ku do ta bënte, Kosova kishte edhe korridorin 8 e kishte, edhe e sabotoi Saliu korridorin 8, edhe Kosova rrugën e kishte të shkëlqyer, djon me Shqipërinë. E kishte bërë shumë herë më mirë dhe nuk e linde në Rrshen, se ka akoma rrugën e Kombit. Deri në Rrshen ka ardhur, këtej s'ka rrugë Kombi. Edhe ne këte e dim jashtëzakonisht mirë ku ka ngecur rrugë e Kombit. Edhe sot s'ka mbaruar. Lere gjysmën e saj që e bën këta në 2013 e mbrapa. Gjithë ato hura e tëra ato tjera se i la rrugëve ai për këtë. Por edhe këto po se hetoi pra, edhe rrugën e Kombit, këtë aferë të madhe korruptive që u mbyll në mënyrë kriminale, Spak po nuk u muar me këto, mos ta gënjej mendja të merret me kafet e Nexhmijes. Me kafet e Nexhmijes ja pam hajri neve kur u bë gjyqi kafeve të saj, edhe ato tjerët pastaja u mbuluan edhe i mori lumi. Avokat, të falenderoj shumë për kohën tuaj dhe kënaqësi. Edhe unë të falenderoj, edhe ishte një debat shumë frydërnës, se u përplasëm. Sa do vi do përplasemi më shumë, avokat. Kështu që unë të falenderoj shumë për kohën tuaj, avokat. Hajde, urim e gjithë mirat më. Të dashur miq, duke falenderuar secilin për ju që na ndoqi live këtu në Antena Televizion në emisionin Sinjal me mua Ermal Peçin. Mos harroni të bëni subscribe, mos harroni të regjistroni në Antena Televizion. Shpërndajni në diasport tek miqtë tuaj dhe nga unë natën e mirë dhe mirupafshim.